Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, ka reaguar pas dështimit të sërishëm për të zgjedhur Albulena Agjiun si kryeparlamentare në Kosovë. Lekaj ka thënë se mos ka alternativë tjetër dhe se vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Lëvizja vetëvendosje ka humbur drejtimin dhe besimin. Nuk ka më alternativë. Qytetarët meritojnë një fillim të ri, përgatituni për zgjedhje, ka shkruar Lekaj në një postim në rrjetet sociale, duke bërë të qartë se AK nuk do të ketë asnjë ndryshim në qëllrimet e saj në vazhdim për këtë çështje dhe vendi duhet të përgatitet për zgjedhje të jashtëzakonshme. Meliza Haradinaj ka analizuar dështimin e pestë në Kuvendin e Kosovës. Ish-krye diplomatja ka parashikuar 2 skenarë të këqij për Kosovën. Edhe po t'ja votoj opozita sot vetëvendosjes kandidaten për krye parlamentare, pa marrëveshje politike, votat për qeveri nuk janë. Me gjithë respektin, por kryesuesi i rastësishëm, Dehari, nuk mund t'i bëj as konstituimet e as votat e shumicës Kurti. Kjo përgjegjësi takon ekskluzivisht atij. Kokforcia e tij për të mos ia zgjat dorën e bashkëpunimit politik partive të mëdha, PDK ose LDK, do ta shpirë vendin në zgjedhje të reja, ose do të paguajë shtrenjtë koalicionin me partitë e vogla të komunitetit. Të dy skenaret i bëjnë keq Kosovës, shkruan Haradinaj në reagimin e saj.